Selamu alaikum. A është obligim dëgjimi i hutbes së Bajramit njësoj sikurse dëgjimi i hutbes së xumës? Dëgjimi i hutbes së Bajramit nuk është obligativ, po është sunet. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht e falte namazin e Bajramit e pastaj e mbante hutben. Ai që dëshironte që qëndroje, dhe kjo është më e mira, qëndronte dhe ndëgjonte. Ndërsa hutben e xumës e mbante para faljes namazit të xumës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta siç ka ardhur e kanë ndaluar që njerëzit të komunikojnë me njëri tjetrin deri gjatë ligjërimit apo gjatë hutbes ditën e xumës. Derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që këshillon Allahun e vet, pra i thot hesht, dhe imami është duke ligjëru, ki njeri ka sevapët e xumës. Pra ndëgjimi i hutbes së xumës është obligativ, është vajib, edhe pse pranohet xumaja edhe nëse nuk e ndëgjon, pra arrin në fund, ndërsa ndëgjimi i hutbes së Bajramit është mustahab i preferuar.